Mirëmbrëma dashur miq, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Jemi në këtë bisedë të sotme për të diskutuar, kam dalur sot, ndalem sot, edhe pse kisha nevojë të pushoj një ditë ose dy, sepse jam i lodhur, bashkë me stafin tim, jemi të lodhur dhe kishim nevojë të pushonim një ditë apo dy ditë. Ndalem sonte për të bërë një replik miqësore me mikun Altin Goxhe, pasi në një podcast të miku tjetër Gashi ka bërë një video dhe ka thënë se partitë e vogla i shërbejnë Edi Ramës, të cilat nuk u bën me Sali Berishën. Unë sonte kam një replik miqësore me mikun Goxhe dhe du t'ju tregoj të gjithë njerëzve sonte të më dëgjoni me kujdes dhe të shpjegojmë se kush punon për kë dhe kush i shërben kujt. Fillimisht, unë dëshiroj t'ju bëj me dije të gjithëve se Lëvizja Adeu është një parti politike që bën një betejë prej 12 vitesh dhe nuk është parti e cila është marrë hua. Fillimisht ta kemi qartë këtë. Të hapësh parti sot është diçka shumë e fuqishme, është diçka shumë e rëndësishme dhe unë sot kam dëshirë të sqaroj për të gjithë popullin demokrat, për popullin opozitar, me të cilët unë kam ndarë 12 vite rresht, beteja në shesh, protesta dhe mikun Goxhaj bashkë me mikun pastorin Akil Pano. Do ju tregoj kush është Lëvizja Adeu, kush është Altin Goxhaj, kush është pastori, pse ne ishim bashkë, pse ata u bën me Berishën dhe pse ne jemi vetëm në zgjedhje, kush i shërben Ramës, kush i shërben Berishës dhe kush i shërben të gjithëve bashkë. Mbrëm më sollën një podcast në të cilin avokati Goxhaj pretendon se partitë të cilat dalin vetëm në zgjedhje i heqin vota Berishës. Pra, ne ndihmojmë që Rama të vazhdoj të rinë pushtet. Ndalemi pak këtu. Fillimisht, ne jemi një parti që nuk jemi hap para një jave, ndryshe nga Zoti Goxhaj, të cilët nuk i është tharë ende boja e vulës. E dyta, Kreshnik Osmani ka hapur dy parti brenda vetëm muajin e fundit. Kreshnik Osmani ka hapur vetëm muajin e fundit, ka mbledh 6800 firma, kam hap 2 parti vetëm brenda një muaj. Duhen 3000 firma për të hapur një parti në gjykat. Unë vetëm muajin e fundit kam hapur 2 parti. Miku im, avokati Goxhaj, nuk kishte mundësi të hapte parti, dhe mori partin e Sazan Gurit, i ndryshoi emrin dhe e bëri Partia Konservatore. Lëvizja Adeu nuk është parti që është marrë me qira, as me dordhënie, as me dhurat. Ne i hapëm vetëm 3 javët e fundit kemi hap 2 parti. 6000 sa firma. Po e bëj këtë sqarim sepse njerëzit na keq kuptojnë dhe është manipulim të thuhet që Kreshnik Osmani me Lëvizjen Adeu i shërben Edi Ramës, tani unë do ju shpjegoj kush i shërben kujt. Në qoftë se ka njeri në Shqipëri që i ka bërë opozit Edi Ramës, këtë e di mirë avokati Goxhaj bashkë me pastor Akil Pano, që u futën tek listat e Berishës, përkatësisht Altin Goxhaj me në listë të hapur në vend të ishte 17 dhe djali i pastorit Jonathan Pano
në fund të listës së hapur gjithashtu. Nuk ka problem, unë i uroj sukses në gjithë angazhimin e tyre, por duhet të bëjnë shumë kujdes. Në qoftë se me rikoshet, apo pa rikoshet, do të ngrejnë qoftë dhe aludimin më të vogël se Kreshnik Osmani i shërben Edi Ramës. Tani unë do ju shpjegoj se kush i shërben kujt. Në qoftë se miku im, avokati Goxhaj, nuk hap dot parti dhe këtë ja adreson George Sorosit, ky është problem që lidhet me avokatin Goxhaj, jo me mua. Për të hapur parti duhen 3.000 firma, kush i mbledh i depoziton në gjykat dhe nuk shkon merr partinë e Sazan Gurit. Shumë bukur për ta evituar lodhjen dhe raskapitjen që e bëm ne, e merr një parti që është gati, i thua Sazanit ma jep mu vullën dhe firmën dhe vazhdon betejën mrekullisht nga partia ekologjike e Sazan Gurit del partia konservatore e Altin Goxhajt. E morët, ju thash e gzofshi partin, ju urova, ju thash ne kemi qenë bashkë me Goxhaj në çdo betej, në çdo shesh, mënyrën më agresive të mundshme. Ndërsa shokët e avokatit Goxhaj, të cilët ai pretendon se i ka bashk udhëtar në kauzën patriotike, do t'ju ndalë t'ju a shpjegoj kush janë dhe çfarë bëjnë. Duke aluduar miku im, avokati Goxhaj, se ne partit e reja që dalim të vetme në zgjedhje, heqim votat e Sali Berishës, ai në një formë apo në një tjetër, ngre aludimin se ne nuk kemi për të marrë asnjë mandat deputeti. Sepse ai mendon se lëvizja Adheu është e ngjashme me partinë e Sazan Gurit që ai e ka marrë nga Sazani. Pra, mori ndroi letrat dhe e bëri parti konservatore. Miku tim i them, miku tim Altin Goxhaj, ai vazhdon të jetë mik, por unë do t'i kthej përgjigje sepse ka aluduar diçka shumë të ullët mbrëm, e cila është goditje poshtë brezit për Kreshnikun, i cili ka qenë bashkëluftëtar me Goxhajn në të gjithë betejat anti-Soros dhe do t'ju apërmend tani me data, me emra, kush janë shokët e tij dhe kush janë shokët e mi. Në qoftë se zoti Goxhaj mendon se ne kemi një parti të ngjashme si partia e tij, gabohet rënd. Sepse lëvizja Adheu është e strukturuar në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë botën, në diasporë, ka një ushtri me milingona, si milingonat, të cilët bëjnë një betejë të jashtëzakonshme dhe i mblodhën firmat dhe bërën gati 186 kandidatura, gjë të cilën partit e vogla as i shohin dot në ëndër, as i imagjinojnë dot. Siç u trondit edhe KQZ-ja, kur shkuam atje me kartonat me firma dhe ja dorëzuam KQZ-s. Për para 4 viteve, për para 3 viteve, për para 2 viteve, unë me mikun tim, avokatin Goxhaj, kemi patur tentativa për t'u bashkuar. Avokati Goxhaj më ka thënë, Kreshnik, unë nuk mbaj kryetar mbi kokën time, kur unë i kam thënë, mirë se të vi tek lëvizja Adheu, përpara se ai të marrë partinë e Sazan Gurit në dokument. Më ka thënë Kreshnik, ne nuk bëjmë parti me kryetar. Ne jemi një grup intelektualësh, të cilët unë si njoha kur, të cilët tha, do të hapim parti pa kryetar. Unë i thash mikut tim, avokatit Goxhaj, bujrum ti dhe intelektualet, mirë se të vini tek partia Lëvizja Adheu. E keni derën hapur. Më thot miku im Goxhaj, Kreshnik, ne
nuk do të hapim parti me kryetar, sepse Altin Goxhaj nuk mban kryetar si për kokës. Dhe unë i thash, Zoti ta bëft mbar, çfarë do që të bësh, ti je miku im dhe unë jam miku jot. Pavarësisht se në momente caktuara ne mund mos bim dakord me njëri tjetrin. Ne mund të jemi nesër kundërshtar politik, por politika ka disa kode, ka disa rregulla. Pra, avokati Goxhaj më thot, unë nuk mund të jem në një parti ku kryetar është dikush tjetër, tha, sepse do të hapim një parti ku nuk ka kryetar, ku partia do të drejtohet me konsensus. Unë i thash, miku im, nuk mund të ketë parti pa kryetar, sepse në historinë e njerëzimit nuk njihet kur një teori politike e cila pranon mundësinë që një ushtri të jetë pa komandant. I thash mikut Goxhaj, kjo është një teori e rreme me të cilën ti justifikon mungesën e dëshirës për të ardhur tek lëvizja Dheu. Sepse nuk ka asnjë precedent në botë që të ketë parti, të ketë ushtri, të ketë organizat, të ketë shtet pa kryetar, pa të parë, pa njeriun e parë. Njeriu i parë mund të jetë i paaft, mund të jetë idiot, mund të jetë i shitur, mund të jetë tradhtar, mund të jetë i paaft, mund të jetë delirant, mund të jetë me të gjitha të këqijat. Por nuk ka asnjë teori në botë e cila pranon që një entitet të ekzistojë pa komandant. Pas 2 viteve, miku im Goxhaj merr partinë e Sazan Gurit gati, e merr me letra, sepse nuk siguron dot firmat për të hapur partinë ose për të eliminuar barrierat, dhe del dhe thot, mbrëm, këto partit që nuk u bën me Sali Berishën, i shërbekan Edi Ramës, pritani se është e fort kjo, është goditje fort kjo poshtë brezit. Tashi unë do ju shpjegoj se kush i shërben Edi Ramës. Por me argument, me fakte, fillimisht e qetësoj mikun tim Goxhaj dhe mikun e tij dhe mikun e përbashkët pastorin Akil Pano, i qetësoj dhe i them, lëvizja Adheu nuk ka lidhje fare me këto partiçkat e vogla që ju i keni në imagjinatën dhe në fantazinë tuaj. Lëvizja Adheu do marr mandate deputetësh, të cilat i ka për vete, si ka as për Berishën, ku ti u bëre pjesë, nuk i ka as për Edi Ramën. Pra, ne kur shkojmë të kërkojmë vota, nuk kërkojmë vota për Edi Ramën, as për Sali Berishën, kërkojmë vota për partinë Lëvizja Adheu. Ndërsa miku im Goxhaj, duke u futur tek listat e Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës, ai justifikon se ne duam të largojmë Edi Ramën dhe duam të mbajmë Sali Berishën në pushtet, sepse vetëm nga PD-ja ne mund të luftojmë George Sorosin. Tani, ky filmi me Soros, do ta shpjegojmë çik. Në qoftë se Goxhaj ka hyrë në listë hapur tek Berisha, lista e mbyllur tek Berisha po i mori, është i pari Sali Berisha në listë, i dyti Belind Këlliçi, e treta Albana Vokshi, i katri Flamur Noka, i pesti Fatmir Mehdiu, ai i Gërdecit, i gjashta Josefina Topalli, i 7 Edi Paloka, i 8 Ted Blushi, i LSI-s, i Ilir Metës, i 9 Klevis Balliu, Çuni Fari Balliut, të Zërit Popullit dhe të Gazetës 55, Besar Xhaferi i FRPD-s, Erisa Xhixho e Ilir Metës dhe Mesila Doda e Shpëtimit Rizit. Tani, mikut Goxhaj po i them,
Kreshniku do dali, do të kërkoj vota për Kreshnik Osmanin, për Edmond Danon, për Dasha Mira Agollin, për Nimet Darsin, për Alban Vidhin, për Lindita Gjurkaj Kraja, për Blerina Beganjin, për Ilir Borovën, për Luan Bendon, për Mirsab Tafajn, për njerëz e njerëz të tjerë, të cilët janë konservator më të thekur se sa sorosianët që shpallen miq të miku tim Altin Goxha. Tani, këtu ka një përgjigje si i shërbej unë Edi Ramës kur kërkoj vota për lëvizjen Adheu. Altini thot, ju i shërbeni sepse ju nuk prodhoni do të mandat deputeti dhe votat që nuk prodhojnë do të mandat deputeti heqin mandate nga Berisha. Bukur shumë. Po pse e thon ti, pse e thua ti këtë? Ti bën llogari me partinë tënde? Partia jon do të marrë aq mandate sa që do të tronditet gjithë Shqipëria. Ku e gjen zotëri të drejtën për të menduar se ne nuk do të marrim mandate? Si hym në garë një parti për të humbur garën dhe për të mos marrë mandate? Çdo parti hyn dhe sikur se askush nuk e besoi që do të mblidhnim firmat dhe do të dilnim të vetëm në garë, askush nuk e beson sot. Ndërsa miku im Goxhaj, që ka hyrë në listë të hapur tek Partia Demokratike, të cilën deri para 5 ditësh e konsideronte parti të pushtuar nga George Sorosi, duke filluar me Alfred Lelën dhe të gjithë sorosianët e tjerë që kanë pushuar, madje tek Pranvera Borakaj, e cila e gjeti mundësinë për ta ftuar Goxhajn pa ju tharë ende buza, pa ju tharë ende vula e partisë së Sazanit, ndërsa unë që kam 12 vjetë Pranvera Borakaj nuk më ka ftuar kur. Ndërsa Altin Goxhaj, pa ju tharë vula e Sazan Gurit, e ftoi për të bërë jetë shkrimin e tij. Televizioni Vision Plus, televizioni Tandulakut, i cili mban me reklamat të Tringut syri të vën televizionin e familjes Berisha. Pranvera Borakaj, të cilës unë i kam shkuar në televizionin e saj për 10 vite rresht në emisionet e mëngjesit, nuk e njeh Kreshnik Osmanin, por njeh Altin Goxhaj, sepse Tandulaku që ka televizionin ha edhe me Ramën edhe me Berishën. Ndaj miku im Altin Goxhaj i shërben Berishës nëpërmjet goditjes dhe i thot Pranvera Borakajs që Sali Berisha është një idiot. Ky idioti i cili është rrethuar me sorosian, sot na dilka e keqa më e vogël. Miku im Altin, kjo nuk shkon. Dakor? Kur kemi shkuar tek ceremonia e Donald Trumpit me Trump Club këtu në Tiranë, ju e keni parë që unë kam qenë gjithashtu në krah të mikut Goxhaj dhe të pastorit Akil Pano dhe në mbështetje të Donald Trumpit, atëherë kur nuk guxonte askush të rreshtohej në radhë të tij. E kam pyetur mikun Goxhaj dhe i kam thënë, ke një mik konservator që është futur edhe ai tek listat e Berishës, quhet Aulon Kalaja. Nuk po e shoh tek ceremonia e Trumpit ku është Auloni konservator. Më është përgjigjur shkurt dhe that, nuk e di ku është. Dhe 2 ditë më pas, miku i tij dhe i imi Aulon Kalaja pozonte në fotografi me Floriana Garon
dhe me Sorosianin Fred Lela në faqen e tij në Facebook dhe shfaqe i lumtur në krah të tyre. Ndërkohë, Altin Goxhaj sulmon Alfred Lelën si Sorosian dhe Berishën si idiot, ndërkohë mbështet kandidaturën e Aulon Kalas në primare dhe në listën e Durrësit ku e ka futur Berisha si një patriot anti-Sorosian, ndërkohë që patrioti anti-Sorosian del dhe bën foto i lumtur në shoqërinë e Floriana Garës dhe të Sorosianit më të madh të Partisë Demokratike Alfred Lelës. Miku im, avokat, unë jam avokat, unë jam teologji, filozofi, juridik, marrëdhënie ndërkombëtare. Kam mbaru shkollën e djallit dhe të shejtanit. Unë. Më falni për mungesën e modestisë. Unë avokat nuk jam, po kam mbaru shkollën e dreqit. 7 palë shkolla mbi të gjitha shkolla shejtanit. Miku juaj ky, Krishnik Osmani, nuk ka lindur ende, as do të lind sa t'jem gjallë me leje në të madhit Zot, dikush që mua më bën gol po shalësh. Jo avokat tjetë, po 750 palë avokatash të vinë. Nuk ka lindur ende ai që i bën gol Krishnik Osmanit po shalës. Nuk mundet. As ka lindur, as do të lind sa t'jem unë gjallë, kur ta marri Zoti shpirtin, ta shkull nga gjoksi, kur t'i vi minuta, t'ja dorëzojmë atij që na e dhuroi, atëherë mundet të vi dikush që mund t'i bëj gol Krishnik Osmanit, mbasi Krishniku të ketë vdek. Por sa jam gjallë dhe me mend në kokë, nuk ka lind ende dikush që mua më bën gol po shalve. Kuptoni? Tani, unë mikun e kam mik, sonte jam kundërshtar me të sepse më ka gjuajtur poshtë brezit. Ke miku tjetër Shpendgashi, duke i thënë shqiptarëve, duke manipuluar në mënyrën më të ullët të mundshme, që Krishniku dhe ne që kemi dalë kundër, dhe ne që su shkuam mbrapa pantallonave të Berishës, ne i shërbekemi Edi Ramës. Po mirë, Altin, unë i them njerëzve, votoni lëvizjen atë dheu, na jipni ja 7 deputet, 10 deputet, 15 deputet, ndërsa ju, në listën e hapur, do të thoni, votoni Altin Goxhajn, por vota juaj do të bëj deputet Sali Berishën, Belind Këlliçin, a është Belindi Sorosian, apo anti-Sorosian? Vota që do të shkoj për ju, miku im Altin, do të bëj deputete Albana Vokshin. Albana Vokshi është një anti-Sorosiane? Me këmbëni humor. Vota juaj Altin do të bëj të 4 në listën e sigurt. Flamur Nokën. Do t'a bëni deputet me votën që do t'japim ty. Aq sa do t'japim? Sepse 12.000 vota që i duhen Krishnikut në listën i pari në listën e Tiranës, apo 13.000, janë më pak se sa 15.000 vota që të duhen ty në listë hapur. Pra, miku im Goxhaj, ti do të bësh deputete Albana Vokshin, Flamur Nokën, Belind Këlliçin, Fatmir Mehdiun e Gërdecit, zonjën Josefina Topalli, e cila hapi një parti para 4 vitesh dhe i nguli thikën Partisë Demokratike me partinë e saj që bëri një test bashkë me Patozin, bashkë me tjerët që ikën, Patozi ikun punë e vet, e pa që s'kishe sukses, shkojnë në media dhe u tërhoq. Kjo zonja u kthye këtu. Dakor? Ju, zoti Goxhaj, miku im i dashur, do të bëni deputet me votën tuaj Edi Palokën,
Kush e ka luftuar edhe pa Sorosin më shumë, Paloka apo Osmani? Vota juaj, miku im Goxhaj, do të bëj deputet 8 blushin e Ilir Metës. E gjithë Shqipëria di kush është Ilir Meta dhe partia e tij LSI-ja. Ju do të bëni deputet atë me votën tuaj, ndërsa unë do të them njerëzve, votoni Kreshnik Osmanin, Lëvizjen Adheu dhe gjithë deputetët e saj. Do të bëni deputet, miku im Goxhaj, Kleviz Balliun, me votën që çdo votë që do të jepet ty, do të shkoj për Kleviz Balliun, për Erisa Xhixhon e LSI-s, dhe për Mesila Dodën e Shpëtimit Rizit, i cili ka vendosur të shpëtoj Çamërinë në aleancë me Vangjel Dulen. Dakor? Tani, miku im, pastori Pano, me të cilin ne kemi bërë gjithashtu një betejë të fortë, konservatore, për vlerat, dhe unë jam mirënjohës për çdo betejë që kemi bërë, edhe miku Taltin Goxhaj, edhe pastorit Akil Pano. Para 2 javësh më ftoi në një konferencë në Hotel Tirana dhe më nderoi miku Pano me një fjalim në panel. Dhe unë sonte po ja them për herë të parë dhe shpresoj që ai do të na shoh arsyen pse unë u zhduka dhe u arratisa nga konferenca. Miku Pano kishte bërë një panel ku ishte i ftuar për të mbajtur fjalim Kreshnik Osmani, Altin Goxhaj, Shpend Gashi dhe Aulon Kalaja. Dhe unë ju përgjigja ftesës me kënaqësi. Shkova në konferencë dhe teksa shoh në konferencë del një Amerikan matrapaz që mbahej si konservator dhe patriot dhe fillon na tregon në emër të Amerikës herojin e demokracisë Shqipërisë Fatmir Mehdiun e Gërdecit. Unë ngrita nga salla dhe dola me një herë jashtë dhe e refuzova atë konferencë. Sepse Fatmir Mehdiu, që ka 50 vjet në parlament, që e fut Berisha në listë sigurt, sepse ai paguen lobistët që vinë për Berishën, siç paguajti me $2 milion këtë të fundit që erdhi. Nuk është demokrat, as konservator dhe s'ka lidhje me konservatorin, miqtë e mi, Pano Goxhaj dhe miku tjetër Shpend Gashi. Ndërsa miku Aulon Kalaja të shpjegoj kur del në foto i lumtur dhe i ngazlyer me Sorosianin Fred Lela dhe me Floriada Garon, a e bën për taktik apo e bën për strategji, sepse miku Goxhaj, konservatori anti-Sorosian Goxhaj, po e promovon fort. Tani, a mund na thoni, zotëri, se kush përpunon për Ramën, dhe kush përpunon për Berishën, dhe kush përpunon për Shqipërinë? Kreshnik Osmani i bën ftesë gjithë Shqipërisë dhe do të shihni në 12 maj një rezultat spektakolar që nuk e keni quar në përmend dhe mua nuk më gjuan dot kush me goditje poshtë brezit, duke aluduar se Kreshniku i shërben Edi Ramës. Edi Rama është njeriu më i sulmuar nga Kreshnik Osmani në 12 vite dhe atë sulm që i ka bërë Kreshnik Osmani Edi Ramës nuk ja ka bërë kërkush në Shqipëri, as Sali Berisha dhe as gjitha këto emrat e pachavureve që i ka futur Berisha në listë fituese, me të cilët e çon Partinë Demokratike drejt një humbje spektakolare në 11 maj, një humbje dëshpëruese, shkatruese, sepse miku im Goxhaj, Berisha po donte të fitonte, bënte atë që bëri kur ngritëm frontin për shpëtim kombëtar, që të mori ty, miku im, më mori mua, na dha fjalim atje para shqiptarëve dhe i zbriti e gjithë Tirana në shesh, të fuste deputet në listë të sigurt ty, Lëvizjen Adheu dhe të gjithë luftëtarët që kanë luftuar
kundër armikut të Shqipërisë dhe të shqiptarëve George Sorosit. Mos i bëni filma me Kreshnik Osmanin, se nuk ka lindur dikush që bën filma me mua. Unë bëj si kur nuk shoh. Unë i këltis shumë gjëra. Unë bëj si kur nuk e kam mendjen. Unë bëj si kur nuk kuptoj. Bëj si kur i kaloj disa gjëra, por jo me goditje po shbrezit. Kështu, miku im, të uroj suksese. Inshallah dalësh deputet, të marrësh ja 100.000 vota, në qoftë se i merë, por nëse nuk i merë, votat e tua do të bëjnë deputet Albana Vokshin, Edi Palokën, Erisa Xhixhon dhe atë sekretarin e përgjithshëm të LSI-s, Tedi Blushin, bashkë me çunin e Fahri Balliut. Ti duhet ja thuash shqiptarëve kë do të bëjnë deputet votat e tua. Dhe unë po i njoftoj sot shqiptarët kë do të bëjnë votat e mia deputet. Vota që do të votoni për lëvizjen Adheu, do të bëj deputet Kreshnik Osmanin, doktor Edmond Danon, doktorin që erdhi nga Kanadaja për 10 vitesh dhe bëri një betejë të jashtëzakonshme kundër vaksinimit me detyrim. Na mësoj si ta luftojmë establishmentin si një mjek, sepse ne nuk ishim mjek, nuk flisnim dot. Ndërsa ju, miku im Goxha, i vendosët të mbështesni doktor Ali Mehmetin, i cili mbeti gjithashtu dhe ai jashtë liste, dhe i cili asnjëherë nuk ka qenë shumë i qartë për qëndrimin ndaj vaksinave. I uroj suksese edhe djalit të mikut tim, Jonathan Panos. Ai është një konservator i mirë, një djalë i ri me perspektivë, unë ju kam gjanë shumë. Por, votat tuaja do të bëjnë deputet emrat që unë ju a përmënda. Fatkeqësisht nuk e bëjnë as Jonathanin, as Altin Goxhën deputet. Pra, po i shërbeni Sali Berishës, dhe Sali Berisha do të vi pas 12 majt, do të kërkoj mandatet e lëvizjes Adheu, ju premtoj, për të bërë qeverinë e re, të cilën nuk do ta bëj dot vetë. Do të vi dhe Edi Rama, dhe nuk do t'ja japim askujt mandatet tona. Dakord? Rishihemi me 13 maj. Ne kemi thënë do të bëjmë garancinë për Shqipërinë. Garancia për Shqipërinë është të çojmë në koshin e plerave të historisë kastën hajdute 34 vjeçare. Goxha i thot ke pranvera Borakaj, Sali Berisha është idiot, do mbështesim patriotin Aulon Kalaja, ndërkohë do të luftojmë Sorosin nga brenda Partisë Demokratike, ndërkohë votat e tij, të Aulon Kalas dhe të mikut Jonathan Pano, do të shkojnë për të bërë deputet ata të tjerët. Ky është ndryshimi, miqtë mi. Ky është ndryshimi. Mikut Goxha i uroj suksese në çfarë do që të bëjnë. Nuk vjen Berisha në pushtet, më vjen keq. Më vjen keq që ju a them, do të dëshpëroheni. Berisha ka mbaruar punë. Bashkë me satrapin e Surrelit. Ky është premtim, mbajeni këtë, dhe më kërkoni llogari me 13 maj. Berisha dhe Rama nuk do t'jenë më. Është mbyll, shpalos. Ne duam vota për lëvizjen Adheu, miku im. Më the që do të hapësh parti pa kryetar, tashmë u bëre kryetari i partisë tënde. Pra, mesazhi ishte që nuk mund t'jesh ti kryetari im. Unë nuk dua të jem kryetari jot, as kam përqenë njëherë, as nuk plotson asnjë nevojë, nuk bën asnjë ngopje time që unë të jem kryetari i Altinit apo i kujt do tjetër. Por kryetari i lëvizjes Adheu do të jem derisa të humbas dhe të më thonë t'ja jap stafetën miqve të mi mrapa, t'i them vazhdoni, çojeni përpara. Pra, miku im,
Unë i mbaj mend mirë gjërat. Ju nuk deshët mua kryetar, sepse parti pa kryetar nuk ka, janë pralla me mbret, kur më thatë para 3 vjetësh që nuk duan intelektualët, se do bëjmë parti me konsensus, partia është e Berishës. Ja morët Sazangurit, sepse është e vështirë të mblidhen firmat, unë e di, sepse e kam heq vetë, por mos e ngatëro partinë e Sazangurit me lëvizjen Adheu. Lëvizja Adheu ka hap 2 parti për 37 ditë. 37 ditë kemi mbledh mbi 6.000 firma. 2 parti hapen me ato firma, 2 parti e gjys. Nuk jemi ne kështu, mos më ngatëro mu me partinë e Sazanit. Është gabim. Dhe ta bësh këtë publikisht. Kjo nuk bëhet publikisht, sepse është goditje poshtë brezit. Ti thuash njerëzve, ato parti të cilat nuk u rreshtuan me Sali Berishën, të cilën ju e quani idiot, dhe shkoni rreshtoheni me të, nuk mundet të thuash që ne punojmë për qeverin, unë punoj për lëvizjen Adheu. Rama dhe Berisha janë bashkë, sepse unë jam i detyruar të dal vetë, dhe këtë për faj të Berishës dhe të Ramës, miku im, ti e di shumë mirë, që kodi zgjedhor është një prostitucion i madh. Dhe këtë prostitucion, arkitekti i këtij prostitucioni është Edi Rama dhe Sali Berisha. Unë nuk mundem të hy në zgjedhje, të mbledh vota për Albana Vokshin, as për çunin e Fari Balliut, as për Irisa Xhiçon e Ilir Metës, as për Tedi Blushin. Unë dalë vledh vota, po na dhanë shqiptarët votat, hallalli ja boft Zoti, po nuk na dhanë votat, do t'ju themi, vazhdoni rrugën, ne do ikim të shohim punën tonë. As merremi më fare, as dum t'ja dim më fare se çfarë bëhet. Na dhatë besën, do vazhdojmë luftën. Nuk na dhatë besën, Zoti ja boft marë, qoftë, ju rujti më dhe Zot. Kaq kishim mundësi me bë, kaq bë. Mos më thuj ti mua, i shërbeni ju Edi Ramës. Shërben Edi Ramës partit që nuk rreshtohen ke Berisha. Berisha e ka marrë vesh muhabetin, është me Edi Ramën. Edi Rama do dalë dhe do i thotë shqiptarëve, unë përballë kam bufin e knetës që kisha, kam 34 vjet. Sepse këtë do Edi Rama. Dhe humbja e Berishës është tashmë e vullosur pa fillu loja me emrat e listës. S'ka fillu loja, është humbur loja. I rejtën njerëzit, tha do hiki ke Trumpi, do i heqin në ngratën, pralla gjitha me mbret. Këtë javë do hiki në Amerikë, ka taku ky atë Trumpin, ka ardhur zëvend si Trumpin. Kush pjerdh për ju këtu më? Kush do me ditë se kush jeni ju më? Kush do me ditë a jeni gjalla, jeni vdek ju atje ke selia Partisë Demokratike? Ku i bi menja Trumpit të Amerikës për ju më, pa a jeni më Terezi më? Ka një muj që i rejnë njerëzit, këtë javë, thot javës tjetër, do iki Berisha në Amerikë, do ishet në ngrata, ka taku ky Trumpin, a i ka taku vllajën e Trumpit, ky ka taku çunë e xhajit Trumpit, do hiqet në ngrata, ja do udhtoj ky udhton për te Atlantikut, ai jashtë Atlantikut, këta po bëjnë kulla më të keqen vllaj. Rama Berisha po bëjnë kulla më. Berisha shefi Ramës më. Kujt ja tregoni ju këto filma më? Me çim bëni ju muhabet e keqja më e vogël më. Me mua. Nuk bëhen këto muhabete me mua. Këto muhabete bëhen me idiotët. Idiotët që rrethohen, që është tufa. Tufa është idiote. Unë nuk kam pasues idiot, sepse idiotët unë i kam krasit, që është në fillim. Han blok dhe zhduken. Sepse idioti është virus. Idioti nuk mund të ri, nuk bashkjeton dot me Krishnik Osmanin. Idioti ka alergji nga Krishnik Osmanin. Idiotët janë kref që është në fillim. Nuk kam idiotun këtu që ti talla ta idiotët, edhe ti them Berisha është e keqja më e vogël. Pak më respekt për inteligjencën e njerëzve, miku im, të uroj suksese, vlla, bën vaki, takohemi në parlament,
bën vaki, nuk takohemi, unë uroj që takohemi në parlament, vazhdojmë bëjmë betejat konservatore, por më vjen keq, miku im, që ti do të mbledhësh vota dhe ti do të çosh përfaqësuesin tënd në parlament, Erisa Xhixhun e LSI-s dhe çunin e Fari Balliut, bashkë me Edi Palogën dhe Albana Vokshin. Unë do të tentoj të çoj Kreshnik Osmanin, Edmondanon, Dashamira Agollin, atë Ilir Borovën, Blerinën e Beratit, Linditën e Shkodrës, zonja të ralla, burra të ralla. Albanin e Durrësit, Luanin, Nimetin, këta do të çojmë ne. Burra që kanë 37 ditë atje në shesh. Duke mbledh firma, duke përgatit listat e lëvizjes Adeo. Përqafime për gjithë, natë e mirë, ne do marrim pak frym dhe fillojmë ndezim motorët, bëjmë strategjinë e fushatës. Ata le të bëjnë koalicion si ti doj kokra qefit atë. Loja është kjo. Ne jemi vetëm në çdo cep të Shqipërisë. Çdo vot në çdo cep të Shqipërisë shkon për lëvizjen Adeu. Dhe ata që thonë janë të vegjël dhe nuk prodhojnë mandate, janë shërbëtorët e George Sorosit dhe të Edi Ramës dhe të Sali Berishës, të cilët duan të ruajnë status quo, e cila thot Shqipëri pa opozit të re, Shqipëri me monopol politik bipolar Berisha Rama, të cilat ndërtojnë kulla me njëri tjetrin, ndajnë tavën e Shqipërisë bashkë dhe e shesin vendin atje ku kanë interes ata. Për qafime miku im Goxhaj, unë ta kam thënë që do t'jemi miq për herë edhe kur të përplasen e fort, për qafime miku im Pano, kujdesni me këto konservatarizmat e gërdecit, sepse janë shkatruese për ju, për imazhin tuaj, për kishën tuaj, për xhamin, për matrapazët e xhamizve, të cilët bëjnë dhe ata biznes me fen. Kujdesni se janë të hidhura këto tema, kujdesni se janë delikate këto tema, janë të kristalta punët e pastërtisë, të kombit, konservatorizmit, janë delikate shumë. Suksese të gjithë garuesve, vraponi me njëherë, të shënoheni kandidat dhe vullnetar për fushatën që do të nisim. Do t'ju nxjerr edhe linkun për ju që do të na shihni në YouTube, do ta keni linkun te komenti i parë. I pinuar, dhe ju që do të na shihni në Facebook, do ta shihni të shkruar linkun ku ju mund të bashkoheni me lëvizjen Adeu si vullnetar këtu në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë, vullnetar për fushatën tonë. Do të na duhet shumë punë. Dhe na duhen vullnetar, nuk kam lek t'ju paguaj. Nuk kam as ambasada nga mrapa, as shtete, as lobe. Kam të madhen Zot dhe shqiptarët e pastër. Kemi nevojë për ju, kemi nevojë për vullnetar, kemi nevojë për financa, kemi nevojë për logjistik, kemi nevojë për pankarta, kemi nevojë për banderola, kemi nevojë për atë sepse po e shihni, mediat as emrin nuk guxojnë ta shkruajnë. E patë të paqavurën dje? Kishte rëndit 11 partit që hynë të vetme në zgjidhje, kishte vënë emrat e gjithë partive me emrat e kryetarëve, vetëm lëvizja Adeu ishte pa emrin e kryetarit. A se imagjinojnë dot ta shohin emrin tim? A se imagjinojnë dot, sepse jam kthyer në horror për ta. Jam kthyer në terror për ta, sepse u agrisim maskat, u atësherim pantallonat me gjithë rip. Dhe i kaluam sfidat me ndihmën e Zotit Madh në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Dhe çdo ditë ku luftohet për kombin dhe për popullin, është e shenjtë dhe është e bashkuar, është e bekuar nga i Madhi Zot. Sepse ne na ndihmon universi, sepse kemi shpirtin e pastër, sepse kemi zbrit atje në fush me shpirt, me fuqi, me dashuri, me vendosmëri, me këmbgulje, me dashuri për kombin, për tokën dhe për vendin tonë. Ai i Madhi Zot na ndihmoi, dhe ai do të na ndihmojë që lepujt e regjimit bastard të Tiranës, regjimit bastard bipolar i cili e ka nxjerrë Shqipërinë në shitje, do të jemi makthi i tyre,
tmerri i tyre, horrori i tyre, deri sa të na pranojnë kokë ulur, dhe unë i premtoj, në këto ditë të shenjta, do të ulni kokën dhe do të na pranoni, dhe atëherë nuk do të merrni më përgjigje përveç se drejtësinë e madhe, e cila i ka munguar këtij vendi, dhe po tenton ta zhduk prej 34 vitesh tranzicion. Do të më thonë prap Kreshnik je shumë i ashpër. Do të më thonë prap Kreshnik je shumë i ashpër. Unë nuk mbaj më miq. Jemi në kohën shtesë. Shqipëria është në kohën shtesë. Kush godet poshtë brezit, do ta marrë përgjigjen në turi. Kujdes, nuk ka fuqi në botë ta ndalë atë që po vjen. Është e madhe kjo e jona. Është i madh betimi ynë. Dëgjojeni në kanalin tim në YouTube, këtë kanal e përshëndes të gjithë ata të cilët nuk e dëgjuan nga fillimi, do ta gjenë pas një ore ose nesër paradite këtë video do ta gjenë kanalin tim në YouTube. Kush don betej, të bëj betej. Kush do betej, le të vazhdoj se cilin korsinë e vetë. Çdo vot për lëvizjen Adheu në çdo cep të Shqipërisë me 186 kandidatë kemi dalë, shkon vetëm për lëvizjen Adheu. Votat e atyre, të cilët u futën tek listat e Berishës, do të shkojnë për të bërë mandat deputetësh, LSI-n dhe ata tjerët. Ju e dini, sepse ju nuk jeni idiot. Tashmë e vendosni ju kush i shërben Sorosit, kush i shërben Ramës, kush i shërben Berishës, kush i shërben establishmentit dhe kush i shërben Shqipërisë. Përqafime dhe suksese për gjithë. Miru dëgjofshim. Natë e mirë.